dhe bën këtë pa pyetur asnjëri. Pa pyetur asnjë institucion, sepse ndjehet patron siç është i të gjithë infrastrukturës së narkoshtetit. Kjo dëshmon se jemi një kohë shumë të vështirë dhe një kohë kritike për vendin. Por jemi edhe më të vendosur se kur që qytetarë shqiptarë t'i dalin zot vetes dhe të marrin fatet e tyre në dorë. Ftoj çdo qytetar të përmbush detyrimin e tij ndaj vetes, ndaj dignitetit të tij, personalitetit të tij. Nuk mund të pranoj kur një njeri qytetruar, njeri i përgjegjshëm, të qeveriset nga një padrino që asgjëson drejtësinë, që e vjedh dhe pastaj i thot vjedhja nuk është krim. Është për qytetarin, por jo për qeveritarin, jo për shtetarin. Qytetarët u bë thirrje ndërgjegjes tyre. Kjo është një betejë për ndërgjegjen e njeriu. Nuk ka ndodhur kurrë. Asnjë pushtues nuk i ka lejuar vetes të bëjë një ligj të tillë. Të shkel çdo normë. Dhe tani nxori mburojnë e Beogradit përpara. Tani na thot se s'na duhet Brukseli, por na duhet Beogradi. Tani rikthehet në skenart hatas anti-shqiptar. Nuk ka kom në botë që do duron të njëri si ky. Kur? Akti i fundit me Slobodanin e ri, Aleksandar Vučićin, është një thirrje për atë detarim e çdo shqiptari kudo që ndodhet. Ky ka shndruar Shqipërinë në një vend tepër të rrezikshëm për kombin, për të ardhmen e kombit, duke përdorur pushtetin e tij. Ndaj dhe duhet t'i përgjigjemi në mënyrën më të fuqishme. Në mënyrën më të fuqishme dhe u kam besim se do i përgjigjemi. Data 12 është kryengritja e radhës. Ftoj qytetarë shqiptar në të katër anët e Shqipërisë të bashkohemi kundër kreut të kësaj organizate kriminale, por t'i dhanë përgjigje merituar për vjedhjet e tij dhe për tradhtinë e lartë kombëtare që i bën idealeve europiane të popullit shqiptar, ëndrës europiane të shqiptarëve për të zënë vendin e tyre të merituar në Bashkimin Evropian. Faleminderit. Faleminderit mediave. Vazhdojmë mbledhjen me dyert mbyllura.